disa dhe ka thonë se dini tregimin që është në surën Yusuf, që nuk kemi tash nëse edhe kohë me marr detale për këtë tregimi, mirë po dalën pa, do të thotë ajo që ka përdor shejtani si luftë kundër pejgamberëve të Allahut azza wa jalla, s'ka humb shpresë. Por ndonjë se shejtani ka përdor këtë mjet për me hudh në haram, edhe për me kur fitoren këtë betejë me kanë me pejgamberin e Allahut. S'ka humb, ka po provaj. Çka është puna pastaj me tjerë që nuk janë në shkallë shumë atë se kjo apo. Pra mos e shet dikur vetë në sigurse s'ka gale na thon. Unë më me najt edhe nuk sprovon ose nuk bikse sorra, prandaj mos u vetë sa nuk besoj që dikush ka guzim, më thon se është i sigurt edhe i privuar nga ramja në këtë haram. Don këtë ka përdor edhe ajete që në surën Yusuf, ajete 28-25, pas ajete 28-29, ajete tjera shumëta që nuk kemi tash edhe kohë për me përmend, mirë po, për përmend vetëm si argument i kësaj pike që jemi duke besuar për të, ajo është se mjeti i shejtanit që është përdor kundër njerëzimit për devimin e tyre është ajo që e kam në fillim. Gjithashtu viktim e këtij mjeti ka qenë edhe Yahya alayhi salam. Edhe se Yahya alayhi salam ka qenë prej pejgamberëve të Beni Israelve, ka qenë djali i Zekeriaut alayhi salam, edhe këtë edhe babën e tij ja kanë kaput kokën jahudit, e kanë myt. Zekeriaun alayhi salam e kanë mbyt si fshehur larg prej tyre në një vend, kjo i takon historisë që është në vendet e veta, edhe gjithashtu Yahya alayhi salam vllazni në kohën e tij ka qenë njëri i respektuar në shoqërinë ku ka jetuar. Ka qenë njëri i respektuar në shoqërinë ku ka jetuar. Edhe në kohën e tyre një lloj martesas me të afërmën e tyre ka qenë ndaluar me haram. Mirë po, mbreti asaj kohë është dashuruar në një kushërinë të afërt të tij që ka pas haram u martu. Edhe ka mirë po s'ka mujt hap të zgjavoj këtë punë se populli kishin qertu. Si po e thën ligjin, po e thën shariatin që kanë ardhur pejgamber në këtë. Edhe ka kërkuar fatva, ka kërkuar përgjigje leje speciale për Yahya alayhi salam që ky të i privuar nga kjo ndalesë. Yahya alayhi salam normalisht ashtu sikur i takon pejgamberëve edhe robëve të devotshëm Allahut azza wa jalla s'ka leju. S'është lejuar kjo. Edhe në bazë si rrjedhoi kësaj fetvaje, gruaja që i është ndaluar mu martu me mbretin, ka lakmu martu me mbretin, e pasi e ka ndalu nga kjo martesë Yahya alayhi salam, ka marrë një inat, një zilin zemrën e saj ndaj Yahya alayhi salam. Edhe ka kërkuar shansin e parë që t'i japet për me shfrytzu, për me eliminu, me likuidu kan Yahya alayhi salam. Edhe mbreti i bën çiviet e tij ashtu sikurse ka mundësi me i bë dhe martohet me ta. Aja thot tash s'du martohet me ty. Thot pa më don mehar, don shpagesë. Është mehri, është një lloj pagese për martesë që japet atë. Thot çfarë është mehri? Thot koka e Yahya alayhi salam. Edhe mbreti thot la çon njërin me intrigë ndryshme, ja kputin kokën këtij pejgamberi edhe ja bën tavolinë kësaj gruaje, edhe ajo pranon që të martohet me këndvrat. Prandaj viktim e këtij përdorimi, këtij mjeti që e përdor shejtani për me deviju njerëzimin, për me shkatruar rrobat e Allahut azza wa jalla në tokë, edhe për me bërë rrugëlim në tokë, kush ka qenë në këtë rast? E pam se ka qenë ajo grua që ka lakmuar të martohet me këndvrat. Edhe pse ajo s'ka qenë vetë dishme për këtë çka duke bëmi, po ka qenë mjet i liri i shejtanit atë. Edhe raste të tjera shumë që do të thotë janë përmendur në Kur'an, edhe viktim, nëse shpeshherë sikur se cika shejtani e përdor këtë mjet për me deviju njerëzimin, e përdor negativisht. Me bën nganjëherë vetë gruaja është viktim e intrigave të ndryshme të shejtanit që ai e përdor gruan si mjet, pozitivisht apo negativisht, për me deviju njerëzimin. Prandaj këto që i cekom deri tash janë raste të grave të devijuara, të grave që janë nështruar për diçka shumë të lirë shejtanit atë. Marrin anën tjetër, rastin e Aishës radhiyallahu anha. E dini rastin e shpifjes, kur është bosh shpifje se Aisha ka bu zina. Edhe në këtë rast e ka përdorur këtë mjet, mirë po s'ka mujt sikurse në herën e parë nga Aisha ka qenë ruajtur. E ka dashur përmes intrigave që të përhapet kjo fesad, të përhapet kjo shpifje për gruan e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam në mes e njerëzve, e që të humb vlera e njerëz për nëse besimtarëve, edhe në çmuar nderi i Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Prandaj ka edhe ato që janë të privuara, edhe që janë të ruajtura, mi po çka është edhe përsëri i ka si shënjese për martimin e njerëzimit, ato të cilat
njerëzimi zakonisht anan ka ato. Prandaj kjo është kushtimet edhe çka ka mundësi të përmend rreth sepika rreth këtij mjeti të rëndësishëm, edhe pse nëse ndalemi derse të tëra të shumta për me fol për këtë temë, vetëm për këtë mjet do të marr kohë shumë të gjatë, për shkak se sikur se kanë fillim, ky është mjeti i vetëm që pa ndërprer është me njërin, pa ndajë atë me njërin. Prandaj nëse nuk është vigjilent njeriu ndaj këtij mjeti, edhe vetë mjeti nuk e kupton atë që kësaj vetie, ka mundësi mu shndru mjetin mjet edhe viktima në viktim. Prandaj përfundoj këtë sarim në zapika me hadithin e Abu Said al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, ku thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam: "Wattaqu ad-dunya wattaqu an-nisa." Ruajini dunjallukut edhe ruajini sprovës së grave. Fa inna awwala fitnatin fi bani Israil kanat fi an-nisa. Ka sprova e parë që ka deviju bani Israil, i ka lajthit çifotat bitë e Israilit ka qenë në gratë e tyre. E dini vëllai se përpara jehudit bani Israil para Muhamedit sallallahu alaihi wasallam udhëhecat e tyre, parinë e tyre se kanë pas dietar. As nuk i kanë pas pushtetar të ndryshëm, pejgambert i kanë pas udhëheca. Që i kanë nderuar Allahu azza xal. Po sigurisht sot filan dietare tek bëzë ka qenë filan pejgamberi kështu më radh. Kanë qenë të privilegjuar nga Allahu azza xal për shkak se shpejt kanë deviju. Pat një krizë e vogël dhe kanë dhënë nga rruga Allahu azza xal. Prandaj kanë qenë nevojë të shpeshherë më dërguar Allahu azza xal pejgamber. Edhe megjithatë ajo që ka deviju me tëra dërgim të pejgamberëve, sa shumë pejgamber kanë pasur, sikur se ka ardhur hadithin e Sahih Muslim, thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam: "Kanat banu Israil tasusuhum al-anbiya." Kanë qenë banu Israilit ata që i udhëheqnin, do udhëheqje shtetënore, udhëheqje fetare kështu me radhë, kush? Al-anbiya, pejgamber. Ata i kanë udhëheqë. Megjithatë, sprova e parë që i ka deviju dhe i ka qenë me vrasë Zakariaun, me vrasë Yahyaun, ose me vrasë ka qenë sprova e grave. Pra duhet muslimani të murojt për këtë arsye të gjitha ato preventiva që janë parapon shariat drejt gjinisë tjetër, edhe që janë parapon për gjinin tjetër ndaj neve, të gjitha që mos të keq përdoret ky mjet, edhe mos përdoret kjo qenie e lartë, e ndershme, edhe çmuar tek Allahu azza xal për devijimin e njerëzimit. Prandaj për femrën është i obliguar hijabi, mbulesa e asasin e shariatit, mos përzierje me burra të huaj, gjithashtu ana e kundërt, moshë është ndaluar që të shikon, do të qëndron me një vend caktuar në ambient mbyllur bashkë me gjinin tjetër që ka ndaluar, e ndalesa tjera që i takojnë fikut e kështu me radhë, të gjitha këto vllazni kanjere nuk na duken mëdha, por s'ka gale, ose është e vogël, mirë po kur ti kthejmë prizën e kësaj që ka çekëm në hijen e këtij realiteti, e kuptojmë se çdo parim, çdo hap që shariati e ka para pa, çdo preventim që shariati e ka legjitimu drejt ndaljes së zinas, e kuptojmë se çdo hap është rëndësishëm edhe në sytë tonë është i madh, nga se kjo është mjeti ndoshta më efektiv që e ka përdorur shejtani në devijimin e shoqërisë njerëzore prej Ademit alayhis salam deri në këtë kohë. Kjo është çka ka të bëjë me këtë pikë. Pika tjetër që mjeti tjetër që e përdor shejtani vllazni në sprovën ndaj njerëzimit, se ai sprovë edhe në devijimin e tyre nga rruga e Allahut azza xal është sihri. Sihri, magjia, që i thënë, edhe që ka qenë sehiret. Do të definojmë mas pari sihrin, e pasaj do të vejmë se qëfar kuptimi ka sihri edhe në qëfar pore tjetës për videt taj, edhe s'qysh përduret për shëtanit taj si mjetë për me në deviju neve nga rruga e Allahut azza wa jall. Sihri, në gjuhën arabe, sikur se kanë definu dietarë gjuhës, është çdo sen që nuk shihen gjurmën e tij. Çdo sen që nuk shihen gjurmën e tij i thonë sihr. Prandaj edhe afrimi i ditës, kur afrohet dita me dal, mirë po nuk shihet dita, gjurmët e ditës nuk janë qarta, mirë po dinë se vjen dita i thonë sahur, sihr, për sihrin. Sihyri që i thonë, ka për kësaj. Çdo sen që nuk shihen gjurmët, mirë po përjetohet në vetën tonë, ose përjetohet jashtë vetës tonë, në arabisht e ka emërtimin sihr. Gjithashtu edhe në aspektin terminologjik nuk ka shkuar shumë larg definimin në terminologji, mirë po e kanë shtuar dietarët edhe një definim tjetër, edhe pse dietari i njohur
i vjetër që ka vdekë rahmetullah alej për djetarët më dhaj,